në terminologjinë e shariatit, sahab është ai njeri që është takuar me pejgamberin alayhis salam, i ka besuar atij dhe ka vdekur si i tillë, pra ka vdekur në islam si besimtar. Sahab është secili që është takuar me pejgamberin alayhis salam, i ka besuar atij dhe ka vdekur si besimtar. Dhe besimi i ehlusunetit është se të gjithë sahabët e pejgamberit alayhis salam janë të besueshëm në transmetimin e tyre, dhe se nuk ka mundësi që ndonjë sahab mos t'i pranohet transmetimi i tij. Andaj në shkencën e hadithit, kur i marrin transmetuesit, të gjithë i shikojnë se a ka qenë i besueshëm apo jo, ndërsa kur vinte sahabi dihet 100% se ai ka qenë i besueshëm dhe s'ka mundësi që ta thojë diçka që nuk e kanë dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ehlu suneti beson se shokët e pejgamberit alayhis salam, sahabët radiallahu anhum, janë njerëzit më të mirë të këtij umeti, janë njerëzit më të mirë të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu dhe i dërguari i tij dëshmuan për ta se e kanë besimin më të lartë, i lavdruan dhe thanë se janë të përgëzuar me xhenet shumë prej tyre, pra që në këtë botë para vdekjes së tyre. Allahu i lartësuar thot: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ata thot që besuan të parët prej muhaxhirëve dhe ensarve. Muhaxhirët janë ata që bën hijrat prej Mekë për në Medinë, dhe ensarët janë ata që i pritën muhaxhirët në Medinë, banorët e Medinës. Thot Allahu i lartësuar, të parët që besuan prej muhaxhirëve dhe ensarve, dhe ata që i pasuan ata në vepra të mira, e pasuan pra metodologjinë e tyre dhe besimin e tyre, radiallahu anhum wa radu anh. Thot Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dhe u ka përgatitur atyre xhennete poshtë të cilave rrjedhin lumej dhe në të cilët do të jenë përgjithmonë. Dhalika al-fawzu al-azim, e me të vërtet kjo është fitoria më e madhe, kjo është fitoria më e madhe. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumta të tij thot dhe tregon vlerën e shokëve të tij, thot në njërin prej tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Thot pejgamberi alayhis salam: mos i shani shokët e mi, mos i ofendoni shokët e mi, sepse pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, sikur ndonjëri prej jush të jepte sadaka sa kodra e Uhudit ari, nuk do të arrinte as atë që e ka dhënë ndonjëri prej sahabëve me pëllëmbën e tij ose me gjysmën e saj. Pra nuk mund që të vlerësohet ai që vjen mas dhe të krahasohet me atë që ka qenë fillim, sepse ai që ka qenë fillim është sebeb për udhëzimin e atyre që vinë pas. Sakrifica e tij ka ndikuar që të përhapet kjo fe. Sakrifica e tij e ka mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sakrifica e tij e ka përhapur fen në vende të tjera. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër e tregon se cilët njerëz janë njerëzit më të mirë. Thot pejgamberi alayhis salam: Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Thot pejgamberi alayhis salam: njerëzit më të mirë janë njerëzit e shekullit tim, njerëzit që kanë jetuar në shekullin tim, pra në kohën kur ka jetuar pejgamberi alayhis salam. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vinë pas në shekullin tjetër. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vinë pas. Pra tre gjeneratat e para të muslimanëve, gjenerata e sahabëve, tabiinëve dhe etbau tabiinëve, janë njerëzit më të mirë sipas fjalëve të Resulullahit, dhe ky është besimi i ehlu sunetit, se të gjithë sahabët i duam,
për të gjithë sahabët kemi mendim të mirë, nuk e shajmë asnjërin prej tyre dhe të gjithë i konsiderojmë të besueshëm sepse janë shokët e pejgamberit alayhis salam dhe janë njerëzit më të mirë në fytyrën e qiellit. Pastaj në fytyrën e tokës, pra që kanë ekzistuar ndonjëherë. Pastaj ehlu suneti beson fuqishëm se më i miri prej gjithë sahabëve është Ebu Bekri radiallahu anhu, pastaj Omeri radiallahu anhu, pastaj Othmani radiallahu anhu, pastaj Aliu radiallahu anhu. Dhe këto janë 4 khalifet e para, për të cilët pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di", për të cilët pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Pasojeni sunetin tim dhe sunetin e khalifeve të drejtë pas meje." 4 khalifet e drejtë sipas ehlu sunetit dhe besimit të muslimanëve, për dallim nga shijat e devijuar që nuk janë prej muslimanëve, është se 4 khalifet e drejtë janë Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu radiallahu anhum ejmain, Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre. Dhe ehlu suneti thonë se në bazë të radhitjes së khilafetit të tyre, ashtu edhe e kanë vlerën e tyre tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek muslimanët. Dhe me këtë dallohen prej grupacionit tjetër të devijuar prej grupacionit të devijuar të shijave, të cilët pra i shajnë shokët e pejgamberit alayhis salam dhe thonë se as Ebu Bekri, as Omeri, as Othmani nuk është dashur që të zgjedhen udhëheqës, po duhet vetëm prej familjes së pejgamberit alayhis salam, në krye me të cilët është Aliu radiallahu anhu. Dhe padyshim se kjo është një bindje që ka më shumë rënë në bindjen politike të persianëve. Pra janë munduar persianët që ta formojnë një besim tjetër nga ai i muslimanëve tjerë dhe ai i arabëve, për shkak të inatit të tyre dhe urrejtjes që e kishin ndaj arabëve dhe ndaj muslimanëve në përgjithësi. Dhe për shkak që ta tregojnë veten si njerëz më të veçantë dhe më me vlerë. Mirë, po realiteti është krejt ndryshe. Realiteti është se Aliu radiallahu anhu ka thënë: "Njerëzit më të mirë të këtij umeti pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë Ebu Bekri dhe Omeri." Po ashtu Aliu radiallahu anhu ka thënë: "Nuk më vjen ndonjëri prej njerëzve e të thoj se unë jam më i mirë se Ebu Bekri dhe Omeri, vetëm se do ta kam xhikosi si dënim për shpifje." Pra Aliu radiallahu anhu vetë ai ka thënë se kush pretendon se Aliu është më i mirë se Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu, do ta kam xhikos dhe do ta dënoj për shpifje.